Tensionet në gjirin persik janë rritur ndjeshëm pasi Irani ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të mos ndërhyjnë në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për tregtinë globale të energjisë. Paralajmërimi vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi nisjen e një operacioni për të ndihmuar anijet të bllokuara në zonë, duke e cilësuar atë si një nismë humanitare për vendet neutrale të prekura nga konflikti. Megjithatë, më njëherë pas këtij njoftimi, u raportua për sulme ndaj një tankeri, ndërsa autoritetet iraniane paralajmëruan flotën amerikane të qëndrojë larg. Për më shumë se 2 muaj, Teherani ka bllokuar pothuajse të gjithë trafikun detar në këtë ngushti strategjike, ndërsa Washingtoni ka reaguar me masa të ngjashme ndaj eksporteve iraniane. Situata mbetet e paqartë edhe për mënyrën se si do të zbatohet operacioni amerikan dhe cilat vende do të përfitojnë nga kjo ndërhyrje, ndërsa Trump ka paralajmëruar se çdo pengesë ndaj kësaj nisme do të përballet me përgjigje të fortë. Ndërkohë, përpjekjet për paqe vazhdojnë të mbeten të bllokuara. Irani ka propozuar hapjen e transportit detar si hap të parë drejt një marrëveshjeje, duke shtyrë diskutimet për programin bërthamor për më vonë. Por, kjo qasje është refuzuar nga SBA, e cila kërkon kufizime të rrepta ndaj programit bërthamor iranian si kusht për përfundimin e luftës. Analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm mund të ketë pasoja të rënda për tregjet ndërkombëtare dhe stabilitetin ekonomik global.